I dhan Veliaj celularin gjatë rrugës nga gjykata në burgun e Durrësit, SPAK merr nën hetim policët. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka marrë nën hetim policët e burgjeve që transferuan kryebashkiakun Erion Veliaj nga Durrësi në ambientet e gjykatës së posaçme të apelit. SPAK pretendon se Veliaj ka përdorur telefonin e një polici dhe ka bërë telefonata gjatë kohës që e kanë shoqëruar. Gjatë marrjes në pyetje, oficeri i policisë së burgjeve e ka pranuar një fakt të tillë. E bëra nga frika, shprehur ai. Kryebashkiaku i Tiranës u arrestua në 10 shkurt. Ai u transferua në paraburgimin e Durrësit ku ndodhet aktualisht. Dëshmia e Veliajt në apelin e GKK. Gjatë seancës, kryebashkiaku Veliaj ka kundërshtuar dosjen e SPAK duke u shprehur se provat e reja janë çimka dhe telefonatat e tij me djalin si dhe familjen. Sipas të dhënave mësohet se nga seanca në apelin e GKK-s, Erion Veliaj ka pretenduar se SPAK ka përgjuar një muaj bisedat e tij familjare që sipas kryebashkiakut kanë të bëjnë intervistat në media. Ju nuk keni konsideruar provat e reja sulmet publike të Sali Berishës ndaj SPAK, por keni konsideruar provat e reja çimkat dhe telefonatat e mia me djalin dhe familjen dhe interesimin tim për intervistat në televizionet kryesore, mësohet se është shprehur Erion Veliaj. Ai ka kërkuar seancë me dyer të hapura duke u shprehur: "Unë jam ende kryetar bashkie në detyrë, i votuar nga çerek milion njerëz. Unë i qëndroj çdo postimi që kam bërë në rrjetet sociale." Arrestimi i tij. Erion Veliaj u arrestua në SPAK në 10 shkurt me akuzën e krijimit të një skeme korruptive mes kompanive të bashkëshortes dhe një grupi biznesmenësh pranë tij, me vlerë transaksionesh më shumë se 1 milion euro. Në detyrim paraqitje janë bashkëshortja e Veliajt Ajo Laxoxe dhe 5 biznesmen me së cilëve Shkëlqim Fusha i kompanisë Fusha, Gentian Sylla i kompanisë Agikons dhe Fatmir Bektashi i kompanisë Kontakt. Nën hetim është edhe deputetja socialiste Klotilda Bushka, njëherëzi kryetare e Komisionit të Ligjeve, e cila dyshohet për kryerjen e veprimtarive aktive që pengojnë zbulimin e të vërtetës në rastin e çështjes penale në ngarkim të Veliajt dhe të procedurave të tjera. Ndaj tyre, SPAK ka ngritur disa akuza ku sipas materialit të gjykatës mësohet se janë fiksuar disa episode që implikojnë edhe kreun e Bashkisë së Tiranës.